Derisa mrin shinat pej Drenasi, në Prishtinë duhej me u përgadit tereni, ishte tash koha që artistët ta transformojnë hapësirën e brendshme të vagonit. Kemi fillu me Open Art Gallery, me ekipën e Open Art Gallery, me shiku punën e konstruktit të galerisë. Për me u vendos vagonin në Prishtinë, së pari u desht mu gjetë trolli. Infrakosi, ndërmarrja e cila mirret me menaxhimin e shinave të trenit, me të drejtë vendosi që trolli për këtë vagon muze do të ishte më së miri me qenë prej vendit ku ishin nis mas shumë ti refugjat gjatë vitit 99. Ai ishte stacioni i trenave në Prishtinë. Kur u caktu trolli, tash ishte nevoja me i bart shina të cilat nuk mund të barten me çfarëdo kamioni. Fatkeqësisht, as një ndërmarrje publike, as Trenkos e as Infrakos, të cilat nuk kanë pas investime serioze në to për nga infrastruktura në pas luftën e Kosovës, nuk i kishin këto kamiona. Andaj, shërbimin e bartjes së shinave e kreu pa kompenzim kompania private Migjeni që kishte bashkëpunu me Infrakosin. Derisa mrin shinat pej Drenasi, në Prishtinë duhej me u përgadit tereni në mënyrë që këto shina mos me sharu në dhe. Andaj, duhej me ushtru zhavori e pastaj në zhavor me u vendos shinat, sepse pesha që të vendosej në to ishte vagoni disa ton i rand. Këtë shërbim të shtrimit të terenit dhe zhavorit e kreu vullnetarisht pa kompenzim kompania private Limit Projekt gjatë sezonit të dimrit. Kur u vendosën shinat, logjistika më sfiduese ishte bartja e vagonit të rënd disa ton me vinqa prej Hekurudhës te trolli i dedikuar për muze. Pas koordinimit me shumë institucione, me 17 janar, u krye operacioni i bartjes së vagonit nga kompania private Sigma, e cila specializon në bartje të peshave të larta dhe ka gati 30 vite përvojë në këtë zanat. Sigma, edhe pse kompani private, këtë shërbim e bëri komplet vullnetarisht sepse prap nuk kemi kompani kaq të specializuar publike që mund ta bëj këtë punë. Pasi u kryen punët logjistike të jashtme, ishte tash koha që artistët ta transformojnë hapësirën e brendshme të vagonit sipas idesë së kuratorit. Kjo punë delikate që e kishte kërkuar Gazmende Jupi, që një vagon që mund të jetë i viteve të 1960, që duket i vjetër nga jashtë, kur të hysh mrena, të transformohet në një hapësirë komplet moderne për vizitorë, një galeri të re, ju besua një organizate shumë specifike artistike të quajtur Open Art Gallery, galeri e themeluar prej Naim Spahiut, vetë skulptor edhe ish udhëheqës i Galerisë Kombëtare të Arteve. Open Art Gallery kishte emri në dhjetor të vitit kaluar me organizu realizimin e këtij instalacioni kompleks jashtë Reporting House. Andaj, kishim besim që edhe këtë punë e bën si duhet. Kemi fillu me Open Art Gallery, me ekipën e Open Art Gallery, me shiku punën e konstruktit të galerisë edhe materialet cilat kanë afat gjatë, edhe është në farë mënyrë përdor materialet të cilat kanë hapësinë më ndryshu ekspozitat, po jo me qenë permanente. Për hapjen e parë kemi 4 ekrana mrena që do të instalon, ku janë materialet të intervistat që më deri me tash, po ndoket dikun 40 janë. Kom pas shef jashtë me qenë vrasht, më të jap qatë farë pamjen e të kalumës, mi po mrana me qenë materialet e intervistit që të kalon të kalumën, mi po mbrëndësia galerisë me qenë galeri, me shërbysi galeri. Sfidat më të madhe i ka pas Open Art Gallery, të drejtor është Naim Spahiu.
Na imi me ekipën e vetë e ka po realizimin, sfida më e madhe ka qenë kjo pjesa e tavanit që është bo gjys harku. Tash nuk e dina që shka me funksionu, së është për herë të parë. Na jena shumë e fatë që i kemi jënë lajmëru për mi 40 veta për intervist, na ka pasuru muzeo, që prapavia gjithmonë po fillon të fuqizu, si të mas i ka me qenë pjesë e hanit e lezjet për projektin që jemi të ju bo. Kjo është vetëm një piknisje e vogël. Është një adresë Prishtinë për historinë e Bllacës. 4 ekranet shkojnë me këtë vit plot deri në fund, kurse ulset miren për vagonave ekzistus të cilët janë të çmontu për momentin, për me kryu ulset mrena në vagon, edhe shkallët jashtë për me hi në vagon. Testimet i fillojnë mi bo vetë, me këshyrë mas pari me bo një testim narrative materialeve, kozgjate materiale, sa kona vyjnë, sa persona mund me hi në vagon, qysh menaxhor logjistika, mirë po infrastruktura kryesore është realizu. Sfida radhës ishte me u kriju shkollët që të sjellin deri tek kjo galeri, edhe ato shkollë me qenë sa ma autentike. Për këtë, ekipi i muzeut pra bën kërkesë në Trenkos, kërkesë e cila aprovohet që shkollët e trenave të përdorur dhe të shkatruar të viteve 60 të mund të miren për interes publik dhe të arnohen duke krijuar shkollë të reja që do t'ja mundsojnë vizitorit hyrjen në muzeon Eksodi 99. Momentalisht jemi duke i prerë disa prej këtyne shkelseve të vagonave, të cilat kemi me improvizu dhe kemi me marru shkallë, të cilat du t'i përdorim në vagonin që gjendet përballë stacionit të trenit në Prishtinë. Sipas kuratorit, bashkëpunim me të, me Gazmend e Jupin, kuratorin, kemi vendosur që gjitha këto me i përdor për shkallët, cilat do të vendosen atje. Shëre, kjo vjen kështu, kjo vjen kështu. A kupton? Njona kito në magjon, njona knena. Kjo është këtë gjë problem. Këtë profil që jemi të e pa, do të përdorim për pushimorin e cila është të dera e hymjes në vagonin. Qysh dojna me po, është bëllë sfiduse, po do t'i përdorim mundësit tona edhe do t'a largojmë për këto dhe me... Ko gjatë trash për me preq ato ja? është, po, qa me bot, është duhet me kry punën, aje që në takën edhe me improvizu. Vizitorët ma të mdhej kena prej shkollave, kështu që... 16 është standard. Standard është 16. Okay. Nëse në lejon, në altësia, mundëm edhe 15. Nuk është problem. Dimenzioni është 24 me 1 metër, s'ga bosha edhe njerë. Po, 1 metër e 4 centimetra.